Tamam po kryhet një reality show veç kur përja nis një tjetër. Jo Big Brother, po Ferma VIP 2 tash. Kush janë emrat e yjeve të showbizit që po përflitën si banor të Fermës VIP? Që tash na u ka bo bajat pak Big Brother. Zaher që njëherë patëm Bigun e Kosovës, tani këta të Shqipërisë, po mdoket që një vjet veç Big Brother jena të këshyr. Ama prej datës 31 mars, e kena mundësin me pa një tjetër reality show që është shumë andryshe se formati i Bigut e që pa dyshim që është Ferma VIP. Për juve që nuk e dini ose nuk e keni pa vitin e kalum këtë reality show, se çka është Ferma VIP, që po ja vdha një hint të shpejt. Ferma VIP është një reality show ku disa personazhe të ekranit zgjedhin që ta përjetojnë këtë aventurë normalisht edhe për me fitu atë çmim të madh. Për dallim nga Bigu, banorët e Fermës VIP do jetojnë në fermë, ku edhe do kujdesen për kafshët e fermës, që normalisht kjo i sjell në një dimension tjetër këta yjet e botës së medjave. A kanë me mjell lop, a kanë me maru djath vet, a kanë me këqyr pula, gjithçka qatë ka të bëj me një fermë. Ka pas shumë aludime se kush do e prezantoj këtë edicion të ri. Jo Fjoralba, jo Luana Vjollca, po ma në fund u bë publik që prej datës 31 mars, Luana Vjollca do t'jetë prezantuesja e këtij formati. Lajmi konfirmu nëpërmjet një postimi të bërë në rrjetet sociale nga faqja zyrtare e spektaklit në fjalë. Mos të harroj, edhe vitin e kalum ka pasur këgja sukses të madh ku fituesi në fund doli tiktokeri i njohur Dionis Bibaj. Gjithashtu përfaqësi se Luizelli do të zinte vendin e Beskallakut në këtë sezon. Mirë po artisti, Luizi, nëpërmjet disa postimeve të bëra së fundmi, ka hedhur poshtë të gjitha aludimet, duke zbuluar se nuk ka asnjë lidhje me programin në fjalë. Sipas raportimeve të fundit, në këtë edicion do të marrin pjesë disa nga figurat më të njohura të skenës shqiptare, duke premtuar një sezon plot dinamika dhe emocione. Janë zbuluar disa nga konkurrentët e mundshëm, mes të cilëve spikasin emra si Federik Ndoci, Big Basta, Eran Sojli, Rovena Delo, Ojci Biliku, Elnira Shehu dhe Alba Bozhorani, e njohur nga programi Përputhen. Beles, për Big Bastën, po thuhet që për shkak të hyrjes së tij në këtë reality show, martesa e tij me Vesa Lumën është në krizë. Por duket se surprizat nuk përfundojnë këtu, sipas burimeve të sigurta, dy emra të tjerë të njohur për publikun shqiptar pritet të jenë pjesë e spektaklit, Fero dhe Enca. Të dy artistët janë emra shumë të komentuar në mediat roz dhe rrjetet sociale, duke e bërë pjesëmarrjen e tyre një element intrigues për audiencën. Nëse këto informacione rezultojnë të sakta, Ferma VIP pritet të sjellë një kast të larmishëm me karaktere të forta, artistë të njohur dhe personalitete që kanë bërë bujë në mediat shqiptare.